Një ngjarje e paprecedent ka ndodhur mbrëmjen e sotme në Londër, ku festa e 28 nëntorit e komunitetit shqiptar është ndërprer nga policia britanike. Lajmin e ka raportuar në redaksionin ton një shqiptar që jeton prej vitesh në kryeqytetin britanik, i cili shprehet se një situatë e tillë nuk ka ndodhur kurrë më parë. Sipas emigrantit, shumë shqiptar ishin mbledhur për të festuar ditën e pavarësisë me muzikë, flamuj kuqezi dhe atmosferë festive, ashtu si çdo vit. Por kësaj radhe, policia angleze ka ndërhyrë menjëherë, duke fikur muzikën dhe duke hyrë mes turmës me urdhër për t'i shpërndarë. Këtë vit është hera e parë që ndodh, na ndërpren festën dhe vinin mesnjësh që të na shpërndanin. Oficeri më tha që janë urdhra nga lart që të mos lejohet të mblidhemi më kështu vitet e tjera, rrethën qytetari. Në pamjet e mbërritura në redaksionin ton, shihet ndërhyrja e forcave britanike teksa shqiptarët festonin. Sipas dëshmitarit, rreth 3 deri në 4 bashkëdetar janë shoqëruar në rajon, ndërsa njëri prej tyre është vendosur në pranga. Në video dallohet momenti kur disa shqiptar mbahen anash nga policët dhe drejtohen drejt furgonave të shoqërimit. Sipas emigrantit, shqiptarët ishin mbledhur pa makina, pa zhurmë dhe në mënyrë të rregullt, vetëm për të festuar në ritmet e muzikës dhe duke valëvitur flamurin kuqezi. Megjithatë, policia ka zbatuar një rregullore që, sipas tyre, ndalon zhurmën dhe muzikën në rrugë. Kur qytetari i pyeti se pse ky rregull zbatohej pikërisht si vjet, ai thotë se nuk mori asnjë përgjigje konkrete. Në çdo cep të Londrës ka muzikantë që luajnë me zë të lartë, ka lokale me muzikë, por ne nuk morëm asnjë shpjegim. Shumë prej përgjigjeve të tyre ishin ironike, shprehet ai. Situata është tensionuar për disa momente dhe shqiptarët, me mënyrën e tyre karakteristike, nuk ja lanë borxh policisë, duke ja kthyer respektin në kor në stilin tipik alla shqiptarçe. Në vijim të ndërhyrjes, mësohet se një prej personave të shoqëruar ishte ai që kishte vendosur muzikën gjatë festimeve dhe u thirri pari nga policia britanike. Qytetari thekson se shqiptari ndaluar nuk ishte pa dokumente, pasi ka dhënë të gjitha të dhënat e tij dhe jeton ligjërisht prej vitesh në Angli. Ai shton gjithashtu se, sipas tij, autoritetet angleze janë përpjekur ta minimizojnë situatën duke dhënë shpjegime kontradiktore, ndërsa shprehet se ndihet i pambrojtur si nga shteti anglez, ashtu edhe nga ambasada shqiptare.